Miqtë e mi, ju përshëndes dhe juftoj sot në një episod të ri të programit Po Zot. Në një moment kërkimi për të vërtetën, miku ynë gjen një broshurë ku shkruaj: ka shpresë për popullin shqiptar. Kjo fjalë në një kohë kur Shqipëria ishte në kaos politik, ekonomik dhe shpirtëror, e nxiti për një kërkim të thellë, por të sinqert, për ta njohur atë që mban në duart e tij, shpresën që nuk zhgënjen kurrë. Sot, 3 dekada më vonë, ai vazhdon të besojë dhe të punojë fort që Shqipëria, vendi i tij, të jetë një vend ku njerëzit kanë shpresë. Ai beson se ky vend do të ndryshojë kur burrat e perëndishëm do e mbushin veten plot me fjalën e Perëndisë dhe do të drejtojnë familjet e tyre me druajtjen e Zotit. Miku ynë beson se ky vend do të ndryshojë kur burrat do të jenë bashkëshort më të mirë, baballar më të mirë dhe fëmijë më të mirë të prindërve të tyre, dhe do të marrin mbi vete përgjegjësitë që u takojnë, së pari në familje, e më pas në kish dhe në komb. Me një dëshirë për të shërbyer një brezi të ri të frustruar, të mbingarkuar me mesazhe për sukses të shpejtë dhe të konfuzuar, rrëfimi i tij na tregon sot të gjithëve se sa vlerë dhe kuptim merr jeta jon kur Perëndia drejton hapat. Unë jam Ilirian Gjoni, shkurt në frasin Ilir të gjithë, me këtë njohin, pastori kishës ungjillore Bethel në Elbasan. E njëkohësisht shërbesë kombëtare të burrave, me titulluar Çdo burr është një luftëtar. Shpresë një organizatë ndërkombëtare që operon në 60 vende të botës, dhe quhet Every Man a Warrior, edhe që ka për synim të punoj me burrat, një shërbesë efektive me burrat, që ata të jenë burrat sipas zemrës Perëndisë, edhe të plotësojnë thirrjen e Perëndisë për jetën e tyre. Edhe si moton e themi, të ndihmojmë burrat që të kenë sukses në jetë, sepse nëse burrat do jenë burra sipas zemrës Perëndisë, kombi do jetë më mirë, nuk do ketë më sfida, probleme që ne shikojmë përditë në shoqërinë shqiptare. Ma mend që kam qenë në gjimnas, diku të vitet, në moshën 15-16 vjetë, edhe isha duke bërë shumë pyetje, përballitëm me pyetjen në veten time, kush jam unë, pse ekzistoj, pse jemi ne këtu në tokë. Në anë tjetër më dukeshe që ke pa drejtë që do vinë ditë ne të gjithë do vdisnim, edhe të jetojnë mas nesh, kjo ide e përjetësisë edhe e gjatësisë, edhe kush është ky Perëndia. Tani kuptova që ishin vitet e komunizmit ende, nga fundi i rënies komunizmit, edhe nuk mund të flitje hapësi për fen. Unë jam i njohur si i mat ka pasur një bibliotekë të pasur, me disa dhe libra të ndaluar, ato libra të verë që qushin, edhe disa për atyre libra që kam pas lexuar, kishe këto shënime të redaktorit ose të përkthyesit në fund, që kishe referenca për mendin Zotin, familjen e Shenjtë Marian, Jozefin, apo Biblën, Mojsiun, edhe që shtyn një koreshtë më për të ditur më shumë për këtë Perëndi, edhe për këtë Bibël. Dhe më mend që në vitin 90, ku lejua besimi fetar në Shqipëri dhe u hapën objekte para të kultit, më mend duke qenë se me një background ortodoks si familje, kam shkuar tek Kisha Ortodokse. Fel tek Lagje Kala aty në Elbasan tani. Një nga kishat më të vjetra në gjithë Shqipërinë, edhe ai prifti ishte në moshë të thyer, ai vujt në përsekutim kundër të komunizmit, por ju përgjigj thirrjes Zotit dhe i hapi prapë. Aty kam dëgjuar ungjillin për të parë. Më mend që mora disa një trakt të vogël me edhe një ikon, edhe fillova të lutesha në mënyrë naive të kërkoja Zotin që Zot më shfaq, më trego se kush ti je, duhet të njoh ty, të besoj tek ty, edhe të kisha përgjigje për këto pyetje që tash i kisha. Kështu që ky kërkim zgjati për gjatë gjithë vitit 90, edhe vitit 91, kam qenë në vitin e 3, në vitin e 4 të shkollës. Në vitin 91 më ranë dorë një broshurë e përgatitur nga AEP-ja, projekti Inkuarimin për Shqipërinë. Edhe më tërhoq ai trakti, më ka prekur shumë se thoshte ka shpresë për popullin shqiptar. Tani imagjinoj në vitin 90, shkatrimi, rrëzimi, rënimi, edhe gjithë shoqëria shqiptare po vunte që të gjente një drejtim të ardhme si shoqëri shqiptare, dhe të shikojë një trakt të tillë, një mesazh të tillë që ka shpresë për popullin shqiptar, më ka nxitur. Aty lexova të gjëra shumë bukur në lidhje me besimin tek Perëndia. Dhe që ta përmbledhim të gjithë këtë në tetor të 91-shit,
tek teatri ndërtesë teatrit në Elbasan është bërë një takim evangjelistik dhe ishin disa misionar amerikan. Kam shkuar, kam dëgjuar ungjillin dhe ditën e fundit ndërsa predikonte predikuesi, ai ka bërë një ftesë për të qëndruar në këmbë të pranuar Jezu Krishtin si Zot dhe Shpëtimtar. Në moment që jam ngritur në këmbë, po ishte kjo ndroje, më njëherë ku je 17 vjeç. Në atë sallë unë isha më i vogël, le të themi, gjithë ishin të rritur dhe ku jam ngritur dhe pash ishin disa persona të tjerë të shpërndarë nëpër sallë që u ngritën, unë isha më i vogël. Dhe ishte me frikë me ndroja. Frika nga persekutimi nga komunizmi, që akoma e frezash, o baba mos i bëjnë gjë babit, nesër më punë, felte të mbledhe punët. Përgjithësi, e bëra të lutjen e shpëtimit, në momentin që thashë Jezus, unë duhet besoj tek ty, eja në zemrën time, diçka ndryshoi tek zemra ime në atë natë, erdhi një paqe dhe një gëzim që s'mund ta përshkruaj dot edhe asaj dite. Edhe thash, wow, diçka ndodhi. Edhe u largova atë natë. Të nesërmen ata bën një thirrje që ata që duan pagzohen, mund ta bashkonin në orën 10 tek Lumi Shkumbin. Tani Lumi Shkumbin atë kohë ishte më i pastër. I rrjedhshëm ishte shumë e bukur, tani është fatkeqësisht e shprishur, ndotja e madhe, ndërtimet e tjera, por kam vajtur atje dhe jam pagzuar. Dhe por kam dalë nga uji, fluturoja. Sikur më mashin engjëjt shumë në krahët e tyre përpjet, edhe derisa kam shkuar në shtëpi, isha gjysmë i lagur, po fluturoja nga gëzëllimi, ishte një gëzim i papërshkrueshëm për brenda meje. Dhe ky është momenti që vendosa të them po Perëndis se ta ndjek Perëndin. Pastaj, mas disa ditësh, duke qenë adoleshent, edhe ishte koha pastaj edhe këtyre do merresh vendimi për shkollën e lartë, çfarë do studiosh, çfarë do bësh, edhe ankthi shqetësimi, mërzitja nga gjithë këto gjërat, edhe thash, okay, pa ta vëmë pro këtë lutjen, që thonë gjithë që kur ne lutem Perëndis, si derdhim shqetësimet tona, merakjet tona, Perëndia dëgjon edhe na ndihmon. Edhe vate tek dhoma e prindërve, ula në gjuhën dhe fillova të lutesha. E thash, Zot, ta jap ty këtë barë të rëndë, dhe është vërtet ajo që thot fjala jote dhe çfarë kam dëgjuar, të lutem me paqen tënde. U luta, thash amen, edhe po prisë 5 minuta, po tamam se ai një fëmijë i vogël, kështu që një sy kështu që okay, do ndonjë gjatë, mas 5 minuta sheta një paqe pa përshkueshme. Më rrethoi komplet. Edhe aty e dije që ishte sikur Perëndi po më thoshte, unë kujdesem për ty, gjithçka është në kontrollin tim. Vetëm e beso mua. Dhe që atëherë në këto 30 vjet që unë besoj te Krishti, ai kurrë s'ka zhgënjur. Në momentet më të vështira, në momentet më të errta ai ka qenë pranë meje, ashtu edhe në momentet më të bukura, ai ka qenë me mua dhe ndihet që ai gëzohet me mua, buzëqesh fjala me mua, fjala edhe është e mrekullueshme të ndjekësh Perëndin përmes Jezu Krishtit. Kur mbarova studimet në shkollën e lartë, prindrit si çdo prind shqiptar kanë aspirate dhe ku je djali vetëm, i kanë më të mëdha ato vizionet për ty, ato dëshirat, edhe më mend që së mos me timat, ai donte kishte plane të tjera për mua. O të bësha mësues ose të vazhdoj për pedagog. Anda të tjerat edhe në atë kohë ndjeva fort thirrje nga Perëndia për të kaluar në shërbes, për të shërbyer Perëndisë. Në atë kohë kam qenë i përfshirë gjatë kohës që student me lëvizjen tore BSKSH, Besiria Student Krishterë Shqiptar, isha një nga drejtuesit e grupi Elbasanit, edhe i përfshirë në lëvizjen kombëtare. Dhe ndjeva fort që duhet të shërbeja me studentët. Kështu që gjatë vitit të fundit isha duke lutur fort vazhdoj karrierën apo diçka tjetër. E ndjeva fort nga Perëndia një ditë në luti që të kam thirrur që të shërbesh edhe të arrish studentët e tjerë me Ungjillin e Jezu Krishtit. Më ka pëlqyer një moto që ka pasur BSKSH-ja që një lëvizje nga studentët për studentët. Dhe kjo më grishte që mund të arrijmë studentët me Ungjillin e Jezu Krishtit. Kështu që çik sfidë për ndërmim për ta kuptuar këtë gjë që si ka mundësi me fjalë në vend të vazhdoj karrierën, në fjalë ka përfunduar studimet, djali po këtë nuk e kuptosh dot idenë e konceptin e shërbes, nuk u dukesh si punë, edhe për gati një periudhë 10 vjeçare se kuptonte dot i madh që thoshte, po çfarë punë bën? Çfarë punë është kjo vetë i dukesh kështu shërbes. Por mbas 10 vjetësh ka qenë një mbrëmje, unë kthehem bon nga një takim ungjillistik në konviktet e shkollës në Elbasan të universiteti, dhe më po më priste, siç kanë nënat. Isha ora 1 të natës, e shqetësuar, më kishte bërë darkën gati, kishte rutë të ngrohtë. Hambir tha u lodha sot tash po, tash edhe po i tregoj disa nga gjërat që kishin ndodhur, dhe se kishin ndarë ungjillin me disa studentë. Më ndëgjova momentin dhe më tha një gjë që ka prekur zemrën time. Ke punë shumë të bukur dhe fisnike që shërben Perëndisë. Dhe kjo fjalë më kënaqi.
Për gjithë këto vite unë kam lëvizur nga shërbesa me studentët, sepse ndjeva thirrjen për të shërbyer me kishën lokale dhe një pjesë e këshilluesve apo dhe njerëzit familjar nuk e kuptonin këtë gjë. Po jo, vazhdoja këtë gjë, ti po bën një punë shumë të mirë. Por vetë unë ndjeja nga Zoti që nuk është kjo, kam diçka tjetër më të madhe për ty. Për të patur një ndikim më të madh jo thjesht me këtë grup të shoqërisë dhe me studentët, por diçka për më shumë. Për familjen shqiptare, për të arritur profesionistët në vetën e punës edhe kështu që kur e mora vendim për të shkëputur nga shërbesa me studentët dhe për të kthyer për të shërbyer në kishën lokale, një pjesë më e kuptuan. Kam qenë duke bërë një budallak të madh. Por unë ndjeja atë sigurinë se që lutesha me Perëndin që kjo është rruga e dur vazhdohet në këtë. Patjetër një bekim i madh ku ke bashkëshortën në krah, që të mbështet dhe lutet me ty dhe ndonjëherë kur Perëndia i flet në mënyrë të pavarur dhe bashkëshortes në lutje dhe ai konfirmon që kam derë unë tjetër gjë. Ka sjellë një siguri shumë më të madhe që kam qenë duke dëgjuar Zotin dhe kjo është rruga e duhur për të ecur me Perëndin. Dhe unë përmenda rastin me ku jam shkëputur nga lëvizjet dëmtore, por kanë qenë edhe raste të tjera ku më është dashur të bëjnë ndryshime në karrierën në vendin e punës, duke qenë se kam punuar për një kohë në sektorin shoqërisë civile, në organizata të ndryshme, dhe në çdo lëvizje që kam bërë i udhëhequr dhe nga Perëndia. Ka qenë tamam qartë në mendjen tim Perëndia ka thënë, "Ok, mjaft tani me këtë gjë, tani është fokuso për të bërë diçka tjetër." Edhe është pranë edhe që shumë e rëndësishme të ndjekësh Perëndin, edhe fjala e Perëndisë thotë tek Fjalët e Urta kapitulli 3, vargjet 3 deri në 5 që mos më shtet në urtësinë tënde me çurin tënde, por në çdo gjë besoja Zotit rrugët e tua, planet e tua dhe ai të kujdeset për ty. Një varg tjetër në Fjalët e Urta thotë gjë që njeriu bën planet, por Perëndia drejton hapat dhe nuk ka më gjë të bukur. Ndonjëherë kjo do të thotë net pa gjumë, të përpolitesh në shtrat, të mendosh shumë, por Perëndia si nuk zgjenjen, të drejton siç duhet në rrugën e dur, edhe të jep atë sigurinë që unë jam me ty, vazhdo hec në ato që të kam thirrur për të bërë. Duke qenë pjesë e brezit parë, ishte vështirë që të gjej jetër shpirtërore, ishte tamam, kisha shqiptare ka qenë, e deri ku vazhdon të jetë në atë fazën, siç thotë Pali tek letra e Korintësve, letra e parë Korintësve, që thotë që ju keni 10 mijë mësues, por shumë pak jetër shpirtërore, jetër që drejton mentor. Edhe kisha shqiptare ka nevojë, ne kemi nevojë për diçka të tillë. Mendoj që është shumë e rëndësishme sepse ne presim shumë nga burrat. Edhe fjalët e Urtës shqiptare shumë të bukura që i ka me mençuri populli unë i kanë nxjerrë, thonë që burri shtylla shtëpisë, burri shkreu familjes. Ne supozojmë dhe presim që burrat i dinë gjitha, dinë si të zgjidhin hallet e problemeve vështirësitë e jetës, edhe që kanë përgjigjet, por ky është vetëm supozim sepse shpeshherë nuk dinë, nuk është marrë askush me ata. Unë mbaj mend që me brezin tonë që s'ke turpli, do flas para babës ti, ku ishin tulur në tavolinë gjyshi apo xhaxhallarat apo babi vel, shoqë i voltin, dëgjoj, hesht dëgjoj ata. Kështu që ideja tjetër ishte kjo që mos kalo kohë me djalin tënd, sepse po kaloj më shumë kohë se ç'duhet, do të bi kalaçafe edhe kështu që ishte shumë pak gjëra që mund të fliteshin për ato çështjet kryesore të jetës, nga baballarët tan tek të ne si fëmijët e tyre. Dhe nuk e vë fajin komplet baballarëve tan, sepse edhe ata vinin nga një brez që dhe prindërit e tyre ishin distant me ta. Kështu që ne kemi shumë nevojshme. Kur shikojmë shoqërinë shqiptare që gjithë këto fenomene që fatkeqësisht i ngjojmë për natë për lajme, burra të lundshëm që vrasin gratë e tyre, që shtajtojnë fëmijët e tyre, abuzojnë me fëmijët e tyre seksualisht apo në çdo formë tjetër, vrasjet, fenomenet e drogës apo dhe të pijes, shkatrimi i familjes, divorci, kjo bën akoma dhe më emergjente që ne duhet punojmë me burrat. Edhe duhet citoj një burr të Zotit që është themeluesi i lëvizjes çdo burr fetar, Loni Berger, edhe një miku im shumë i mirë dhe mentori im thotë që nëse duam që të arrijmë një shoqëri për Krishtin, duhet të arrijmë burrat. Po kemi punuar me burrat, do kemi ndryshuar gjithçka dhe prandaj them që na duhet të ndihmojmë burrat si të kenë sukses në jetë, të jenë bashkëshort më të mirë, baballar më të mirë, edhe fëmijë më të mirë të prindërve të tyre. Nuk është detyrë e lehtë, sepse djalli sulmon, pas nuk është e pamundur me ndihmën e Perëndisë. Edhe nuk kam më kënaqësi të madhe kur shikon një burr që merr atë vendimin që unë të heq dorë.
nga ato veset e këqija, ndoshta nga alkooli, fel nga droga, po nga të qenë i lundshëm ndaj bashkëshortes apo ndaj fëmijëve dhe do marr përgjegjësitë e mia që të jem një bashkëshort i denj apo një baba i mirë për fëmijët e mi. Edhe ndryshimi është fenomenal në gjithë familjen, edhe fëmijët gjithashtu rriten një atmosferë më të ngrohtë edhe bën edhe më të sigurt. Edhe sigurojmë kështu edhe të ardhmen në vendin tonë, se kemi nevojë për një të ardhme që të jenë një bres që e njeh Perëndin, lavdëron Perëndin, pa marrë një bres që nuk është i frustruar, i zemruar, me një padurim siç është shoqëria jonë rëndom në ditët e sotme, por një bres që vërtet e çon përpara këtë vendin tonë. Dhe me shpresën dhe lutin që plagët e këtij vendi tonë në këto 30 vjet tranzicionit të mund të shërohen, edhe që Shqipëria të jetë një vend i denjë bashkë me vendet e tjera evropiane. Unë besoj që gjë që do të bëjmë burrat është që të thyejnë kënaqërinë e tyre së pari, të marrin një kohë e të ulën në gjunjë përpara Zotit. Edhe fjala e Perëndis na thotë, ai premto ka premtuar, ju do të më kërkoni, dhe do të më gjeni nëse më kërkoni me gjithë zemër. Na thotë tek libri i Jeremias. Më pyesni, thotë në fjalën e Perëndis, më pyesni, më hetoni, më kërkoni dhe unë do t'ju përgjigjem, nuk ka për t'ju zhgënjur. Gjithashtu, fjala e Perëndis na jep premtimin tjetër që të gjithë atyre që e kërkuan dhe i besuan, ai dha të drejtë të bëhen bijtë Perëndis. Edhe unë nuk besoj që një prind i mirë e mban gjërat e mira larg fëmijëve të tij. Dhe fjala e Perëndis, Jezusi tha këtë një nga shembulltyrat që kush është ai prind i mirë që do t'japi një gur në vend të bukës apo një gjarpër në vend të peshkut. Aq më tepër Perëndia nëse kërkojmë me gjithë zemër, ai ka për të përgjigjur edhe për të na drejtuar. Së dyti është duke u bindur fjalës së Perëndis, kur ne lexojmë fjalën e Perëndis dhe atë fjalë që ne lexojmë ne e zbatojmë, ka për cilë futet shumë të mëdha. Në marrëdhënie bashkëtorë, në marrëdhëniet si prind me fëmijët, me kolegët në vendin e punës, kudo që tim apo në shërbes. Unë besoj që shumë interesante një studim që ka bërë Instituti për Studime Biblike në Amerikë, edhe kishin bërë një sondazh shumë interesant përpara disa vitesh, edhe ato një në 2 vjet e rifreskojnë. Hera fundi që kanë bërë studim para 2 vjetësh, intervistuan më shumë se 650.000 burra në Amerikë dhe vënë re këtë gjë nga statistikat që burrat që kalonin 4 herë në javë apo më shumë kohë në lutje, në leximin e fjalës dhe ta zbatonin atë që lexonin, gjasat ishin që 400%, jo 100% ose me këto brenda 100%, po 400% ishin në gjendje kështu dhe më të gatshëm për të dhënë për punën e Zotit, për të qenë më të butë, jo zemrak inatçor, më të përgjegjës në familjen e tyre, ndaj bashkëshortëve, ndaj fëmijëve të tyre, edhe për të kontribuar në komunitet. Ndërkohë, ishte shumë interesante që burrat që kaloshin ndoshta 2 herë në javë kohë në leximin e fjalës në lutje, nuk ishin ndryshim nga ata burra që nuk lexojnë fare fjalën e Perëndis, që nuk luten. Për mua këto shifra të statistika flasin shumë, që kur ne kalojmë kohën në fjalën e Perëndis, edhe dëgjojmë Perëndin dhe ta zbatojmë atë që na thot Perëndia në fjalën e tij apo ku ai na flet neve në zemër, përfitimi është shumë i madh. Përfitojnë gjithë, përfiton vetë burri, përfiton bashkëshortja e tij, fëmijët, i gjithë komuniteti. Edhe unë besoj që fillon atë bëhet si një efekt tamam si puna valës detit që vjen kështu val, ndryshon komplet shoqërinë shqiptare. Para disa muesh, mos gaboj, John Piper mbajti një nga ato fjalimet e shkurtra ku ai tha, kishte pyetur ChatGPT në lidhje me një aspekt Perëndis. Edhe ja kishte riprodhuar kaq bukur inteligencën artificiale. Edhe John Piper thotë që ishte shumë korrekte nga ana teologjike dhe doktrinore, le të themi 90%, por nuk është njeri, nuk ka frym, nuk ka shpirt që mund të lavdërojë të adhurojë Perëndin siç adhurojmë ne njerëzorët. Mund të kesh gjithë formulat gati, po nuk që e zemra edhe karakteri, për mua këto dy janë shumë të rëndësishme. Edhe zemra dhe karakteri farkëtohen nga Perëndia në momentet vështira, por ne kemi nevojë për mentor, për etër në Zotin që të na udhëheqin, na drejtojnë. Etrit tanë njerëzor, me të mirën e ty, me aq sa din, e mundu të edukonin, të na rrisin neve ashtu se ta dinin, dhe u bëm këto që jemi sot. Kështu që thirrja ime ose këshilla ime është dy palë. E para, për ne që jemi më të rritur brezin tonë, që kaluam përmes të sfidave vështirë, u rritëm në këtë gjë, të mendojmë se si të mentorojmë, t'i duam
ti përqafojmë ti mbajmë afër këtë brez të ri, e ti japim këshilla aty ku është e mundur, këshilla në Zotin. Këta djem të ri, këta që po rritin, këtë brez të ri që po rriten. Edhe ti ndihmojmë që ata të kërkojmë të synojmë suksesin e atyre në Zotin. Që ata mund të lavdërojnë Perëndin edhe të bëjnë një shërbes që i ja vlen e tjetë për levden e Perëndisë. Përndryshe, thjesht po luajmë kishës. Dikur kur ishin velushim mësuesësh, doktora, vështëpijesh, tani mos luajmë kishës, po të bëjmë atë që Perëndia na ka thirrur. Sudi do thoya që aspekti tjetër, për të gjithë këtë brez të ri që të synojnë të kërkojnë që të kenë etër në Zotin, mentor. Edhe besoj fort që për në Shqipëri na duhet të stabilizojmë kulturën e nderimit, që të nderojmë ata që kanë punuar në arën e Zotit, që kanë luftuar, janë përpëlitur, janë përleshur me forcë errësirës dhe kanë bërë disa gjëra të mira edhe të kërkojnë që në vërtet të mentorohen. Do thuhet, tamam si modeli, ne kemi model shumë të bukur në Bibël të profetit Elia dhe Eliseut. Se si ai e ndihmoi, e trajnoi, e dishipullizoi, e mentoroi dhe në fund fare Perëndia bëri që manteli i Elias kaloi të përcidhej te Eliseu, edhe vajosi ishte 2 fisht. Edhe nëse ne bëjmë këtë dhe ndërtojmë modele të shëndetshme të mentorimit, të atërimit, besoj që shqiptarët do eci shumë përpara, do ketë akoma më shumë sukses. Dhe gjëja e fundit është që atë që kam kuptuar nga shërbesa gjithë këto vite është kjo që në fund të ditës duhet të jesh i vërtet me veten tënde, i sinqert me veten tënde, kur je ti vetëm me Zotin. Sepse nuk mund ta gënjesh Perëndin patjetër, po edhe veten tënde mund ta gënjesh deri në një farë pike, po vjen një moment që s'ma ujë pilafi, thot populli. Edhe mesazhi i fundit do ishte një këshillë e fundit për gjithë është kjo është thënia e moçme e vjetër e një predikuesi, mendoj para 2-3 shekuj që ka thënë këtë gjë, kush je ti ku nuk ka asnjë tjetër në dhomë, kur ti je vetëm, aty duhet vërtet se kush je ti në të vërtetë, kush i ligjoni në të vërtetë. Duhet karakteri yt, si edhe jote dhe shtysat që janë për brenda teje. Kështu duhet jemi të sinqert, të ndershëm vetën tonë përpara Perëndisë, përpara njerëzve të tjerë. Unë jam shumë i njohur Perëndisë për ata mentorinit të time në faza të ndryshme të stime. Jam shumë i njohur për këshillat që më kanë dhënë, për qortimet, për dashurinë që më kanë dhënë, dashurinë pa kushte ndonjëherë, edhe kur më kanë qortuar prap, thonë që, "Okay, gabove në këtë gjë, po të duam, dhe besojmë te ty, vazhdo në atë thirrje që Perëndia ka për jetën tonë." Kështu që për brezin tonë do të thotë, kemi nevojë të jemi më shumë, tamam se ato ai trajneri apo ata persona që janë ulën në shkallën e stadiumit, edhe që brorasim, bëjmë tifo për këta brezin e ri, themi që bravo, vazhdoni, esni, mos u dorëzoni, vazhdoni në të thirrje që Perëndia ka për jetën tuaj. Është një gjë që unë dua ta bëj me fëmijët e mi, me 2 djemtë e mi dhe me vajzën time, dhe kjo është lutja ime që ata të ndjekin Zotin, edhe pse jo ti shërbejnë Perëndisë, aty kur Perëndia i thret ata, ndërsa ata rriten. Pikë së pari, ne kemi fjalën e Perëndisë, në cilën Perëndia komunikon me ne, është një mesazh, një dashurie për ne. Edhe Perëndia flet, edhe unë ceka pak më herët që kur lexoj fjalën e Perëndisë, dhe pastaj marr kohë të meditoj, të mendoj për atë çfarë thot fjala e Perëndisë, dhe të filloj ta zbatoj në time, kjo është nga mënyra kryesore si Perëndia i flet jetës sime. Një gjë që ne inkurajojmë në shërbesën çdo burrësh luftëtar, ne inkurajojmë burrat që të mësojnë vargje përmendesh dhe të kenë rëndësinë e bërjes së një kohe të qetë. Tani bërja kohës së qetë, se shpesh e ngjoj, kuptohet sikur thjesht, okay, po rri një qetësi 10 minuta, 20 minuta, gjysore apo një orë, simas kohës që ke. Ndoshta mund të jesh buzdetit, apo mund të jesh në mal, apo mund të jesh në kafene, edhe një qetësi, por nuk është kjo thjesht kuptimi i kohës së qetë. Kuptimi i kohës së qetë është që ti po lexon një pasazh nga Bibla apo një varg, mediton mbi atë, ti bën ato pyetje që çfarë po thot Perëndia këtu, a ka ndonjë urdhërim që unë duhet ta zbatoj, a ka ndonjë gjë që unë duhet të heq dorë, duhet pendohem, edhe të ndryshoj fel rrugën, fel të bëj një kthesë 180 gradë, a ka ndonjë gjë të re për Perëndinë, a ka ndonjë gjë që unë duhet filloj ta bëj ose duhet ta ndaloj së bëri. Edhe kur bëjmë këto pyetje, shikojmë fjalën e Perëndisë dhe pastaj ti përgjigjesh Perëndisë në lutje. Zot, a je duke më treguar diçka, a je duke më folur? Ndryshimi shumë i madh, unë të garantoj që 100% nëse vi me zemra të hapa, Perëndia do t'i flasë zemrave tona në lidhje me atë situatë në cilën ne ndodhemi. Për shembull, sot në mëngjes kam pasur një agent të ngjeshur dhe isha sot në pjesë takimi me Këshillin e Sigurisë të Bashkisë Elbasan. E vërtet po lutja Perëndisë që Zot më jep purtësi që të jem një dëshmi, një krip edhe një dritë në këtë takim, duke aty janë profesorë nga institucione
të pushtetit vendor, nga organizata ndryshme shoqërisë civile, profesionistë e komiteteve fetare, edhe shumë shërbime civile, Zot më jep urtësi dhe mençuri me këtë gjë. Dhe di këtë gjë që Perëndia e bëri këtë gjë mua. Do të them, më dha paqe, konfidencë dhe qetësi. Ndërsa u takova dhe ndava disa gjëra për disa problematike që shqetësojnë në qytetin tim me Elbasanin. Mënyrë tjetër që kur ne adhurojmë dhe lavdërojmë Perëndin, kalojmë kohë duke kënduar Perëndis, ai flet zemrat tona. Ai sjell përshtypjen në zemrat tona dhe në mendjet tona. Një mënyrë tjetër që ne ngjojmë fjalën e Perëndis është që kthejmë sërish rolit të këtyre etërve shpirtëror, këtyre mentorëve, këtyre personave që ne respektojmë jetën tonë, që dhe Perëndia kur ne këshillojmë me ata, është nga mënyra e tillë që Perëndia flet zemrave tona. Që jam duke marrë vendimin e duhur, jam duke marrë drejtimin e duhur. Patjetër që kur ne lexojmë gjithashtu një libër të mirë, një libër të mirë fel me urtësi nga Perëndia, gjithashtu ka një ndikim. Na ndihmon ne për të folur, për të marrë një vendim të siç duhet. Besoj gjithashtu që Perëndia flet përmes familjes, bashortës, gjithashtu. Unë nuk mund të marr vendime vetëm sepse kam një familje, kam bashortën time, kam fëmijët e mi dhe Perëndia flet në zemrat e bashortës time. Shpesh kam parë që jam njohës Perëndis që ka pasur konfirmim ose kur nuk kemi pasur dakordsi është që okay, është koha të presim Zotin, ne të lutemi derisa Perëndia të japë atë dritën e jeshile për ta bërë diçka për mos e bërë fel diçka. Kështu që është një kombinim i gjithë këtyre që unë përmenda në mënyrën se si Perëndia i flet zemrave tona. Në një nga rrethanat që Perëndia sjell në tonë e bën të mundur këtë gjë. Mbaj mend para disa vitesh isha duke punuar me një organizatë shoqërie civile. Por mas disa vitesh po e ndjeja kisha një mosrahati brenda meje që edhe fillova të lutesh Zot, çaj duke folur apo më thua që duhet ta lej këtë vend pune dhe të vazhdoj diçka tjetër, çaj po më tregon, a duhet të kthejmë shërbesës kot plot. Dhe leta për disa muaj ishte vetëm heshtje. Ne soltoja makinë, lutesha, ndonjëherë edhe kështu qaja përpara Perëndis, heshtje. Edhe në atë kohë ishte duke bërë kjo, ishte duke rregulluar rruga rrethullimit të Tegu, edhe në herë bllokoheshin aty në trafik për gati 2-3 orë, edhe mos ngjohej vetëm heshtje nga Zoti. Ishte çike e vështirë të mëshme do thojë kështu më thonë, por ndjej vetëm këtë gjë që është okay, më beso mua. Tani mendja jon duke qenë aty kurioz, okay, po do ta di përgjigjen. Po për disa muaj, mas disa muajsh u bë shumë i qartë që okay, duhet ta lesh këtë gjë. Un kam diçka më të madhe për të bërë. Edhe u konfirmua edhe nga vendi punës ku punoja, nga kolegët e mi dhe nga ata supervisorët e mi, disa nga mentorët e mi po ndjenin një gjë në lutje që lirë duhet të fokusohesh tek shërbesa, këtë plotë shërbesa me burrat. Por një gjë që nuk di dhe e kam marrë vesh me shumë vonesë, edhe këtu jam shumë i njohës për mençurinë që bashkëshorti im Mirela ka treguar. Ai kishte ndjetë një gjë nga Zoti pothuajse për një periudhë 4-5 muajsh. Nuk më tha gjë, por gjithë kohë ka qenë duke lutur, duke ndërmjetësuar për mua që Zot tregoi vëllimin tënd i lirit, edhe bashkëshorti im të ndjeki thirrjen tënde në jetë. Edhe kështu që kur erdhi koha për ta lënë atë vend pune dhe për të fokusuar te shërbesa 100% edhe tek shërbesa me burrat, ai ishte në paqe gjithashtu. Dhe mbaj mend që kur një nga mentorët e mi më pyeti mua për këtë gjë, edhe pas u kthe nga Mirela, tha, "Mirë, po ti si ndjehesh për këtë lëvizje të bashkëshortit sepse do afektoj marrëdhënien tuaj, familjen tuaj, shumë gjëra." Edhe u ktheva nga Mirela, po shikoja, ai kishte një paqe që rrethonte, më tha, "Unë jam paqe dhe unë ndjej që kjo është atë çfarë Zoti ka për bashkëshortin tim." Në kështu që kjo është një tregues tjetër që Perëndia i konfirmon, i rregullon gjërat në tënde për treguar që ecë në drejtim se kjo është atë çfarë unë kam për ty. Ndonjëherë ne e bëjmë të komplikuar, e bëjmë si shkencë kështu, sikur do të ndërtojmë një raketë, ta çojmë në Mars këtë dëgjimin e fjalës Perëndis, nuk është e vështirë. Nëse ne vim për ulje me zemra të thyra, të hapura, i fikim celularet, ato zhurmat për qarkit e sonë dhe vim me për ulje që dëgjojmë nga Zoti, e ka për të folur. Kjo na tregon fjala e Perëndis edhe për këto 2000 vjet këtë na tregon biografitë e shumë shenjtorëve, besimtarëve në Zotin që kanë dëgjuar. Ishin njerëz si unë si ty, nuk ishin më me volum të trurit më të madh se unë se ty me fjalë. Nuk ishin që ishin me shumë mastra apo diploma, jo, me thjeshtësi zemre, me përulje, ata ditën që të përuleshin edhe ngjonin në fjalë Perëndin me gjithë zemër. Kosta ka pasur, por do të them këtë gjë që Perëndia është besnik dhe kur shikon atë faktin që i duke bërë vëndën Perëndis dhe Perëndia merr lavdi përmes shërbesave, i thuaj ja vlen në fundive, se edhe mundësia dhe privilegji ka që madh për të shërbyer në skuadër me Perëndin,
duhet fjalë madhe të shërbesh me Perëndinë në skuadër, se është Perëndia që pushtesh, gjithësisë, po shërbesh me të është një privilegj dhe një nder kaq i madh. E dyta, ku ti mund të kontribosh për të ndikuar shoqërinë shqiptare në të gjithë nivelet, kjo është më të një privilegj shumë i madh. Edhe i thuaj ja vlen kostoja. Ka dhimbje, ka net pa gjumë, ka net edhe me lot të hidhur, por si që përndon fjala e Perëndisë që ata që do të mbjedhin duke qarë, do të korrin me gëzim. Edhe ndoshta mbjedhin ca fara, por do të vinë me duaj plot në duart e tyre. Do të përmendë në qoftë se qiriazët që ne krenojmë ta si lëvizje ungjillore, nëse ata nuk të kishin bërë këto sakrifica, nuk të kishim lëvizje ungjillore, vëllazërinë ungjillore të Shqipërisë sot. Edhe mendoj shpesh, po sikur qiriazët mos kishin ndjekur Zot, po kishin ndjekur karrierën, kishin ndjekur aty, ndoshta mos shkoshin në Amerikë, në Evropë, kudo, do kishim sot një lëvizje kombëtare, nuk të kishim pasur Biblën në gjuhën tonë, në gjuhën shqipe. Po sikur Kristofridhi, që është nga Elbasani me qenë fjalë, kështu jam krenar për këtë. Mos kishe vendosur, po ndoshta ishte bërë një gjuetar i madh, edhe mund të punonte në çfarëdo universiteti në Ballkan, apo fel në vende të tjera të botës, apo Vangel Meksi apo të tjerë me radhë. Kështu që kjo edhe shpesh kur jam kështu i lodh apo të krajuar duke sikur nuk po ndryshojnë gjërat në shoqërinë tonë, them, kthehem te këta. Bën një bashkëbisedim imagjinar me qiriast, me Kristoforidhin edhe me herojtë të tjerë felton. Ato bën sakrifica. Ku mendoj gjithashtu edhe për ata vëllezër dhe motra në Korçën tonë bukur, që u përsekutuan gjatë regjimit komunist, për e mbajtën fort besimin. Shumë për ty nuk e njoh me emra. Ku shikoj fotografitë ku shkojnë në Korçë, nisë nga kishat, fotografitë bardhëzit të tyre, them, wow, burra dhe gra që vuajtën, përsekutuan, por soqin nga besimi nga Zoti. Ndonjëherë edhe në fshehtësi, them, sikur ata kishin hequr dorë nga gjithçka. Edhe ne kemi parë që fruti i lutjes së tyre, mundët të tyre është që gjithë këto gjëra që ne kemi sot. Kështu që them që ja vlen. Mbaj me 95-ën hera parë që dalja shtetit, kam qenë në Hungari në një konferencë lutje dhe ndërmjetësimi, takoj një zonjë të vjetër, mund të ishte diku te 89 vjeç. E kurrysur nga vitet nga mosha, kaçurele, flokë të bardha, një zonjë ime të vogël, po që sytë e saj rezatonin, kështu ishin kështu xixa. Edhe më thot, djalosh nga je? Dhe më jam nga Shqipëria. Tha. Ua, tha, falenderoj Zotit që unë sot takoj, tha, jo kam takuar disa në moshë të madhe të rritur, po era parë takoj një djalosh, tha, fjalë të ri, tha. E ditë tha që unë kam, tha, 20 ca vjet që lutem rregullisht çdo ditë për Shqipërinë, ngela. Edhe tashun, po si filloi, nga morë vesh për Shqipërinë, mos e dia fare ata kush është Shqipëria, si koncept gjeografik se dia, amerikanë të jetën, por tha, një natë tha ishte duke lutur Perëndis, ka qenë në vitin 69. Edhe pas në vitet 70 në kohën kur filloi lëvizja rinore në Shqipëri për të prishur kishe, xhamia, dhe pastaj kur ndryshoi dhe kushtetuta e Shqipërisë në 74-ën, që ne jemi vend ateist, ajo që duke lutur Perëndis një natë tha, Zot, çfarë është një gjë që është e çmuar në zemrën tënde? Edhe Perëndia i folja se tha Shqipëria. Tha ngela kështu, tha Shqipërisë kisha ngjuar, hapa tha librat e gjeografisë, pash hartën ku është Shqipëria. Dhe që kanë ditë nuk kam pushuar të lutem për Shqipërinë. Sot ai zonjë është me Perëndinë, edhe unë shpresoj do ta takojmë një ditë kur të jemi me Perëndinë së bashku, por për kushtimin e saj që për gati 30 vjet në mënyrë besnike u lut për Shqipërinë. Jam i sigurt që shpesh kanë dëgjuar lajme për Shqipërinë komuniste, këtë gjë që ndoshta nga ana njerëzore mund ta kishin dekurajuar, mund ta kishin s'po merrem me Shqipërinë, po merrem me gjëra të tjera, por ajo rregullisht u lut për Shqipërinë tonë. Kjo më prek edhe që ka kaq shumë forcë fuqi lutje, kështu që ja vlen ta ndjekësh Perëndinë, pavarësisht zhgënjimeve, sfidave, edhe lodhjeve që kalojnë. Miku ynë tha sot se nëse vim tek Perëndia me zemër të hapur dhe të përulur, ai ka për të na folur. Me thjeshtësi zemre dhe përulësi, ata që ecën para nesh me Perëndin, dëgjuan prej tij. Ata ecën me besnikëri, edhe në momente të dhimbshme, kur jeta e tyre ishte në rrezik. Tek letra Jakobit në kapitullin e parë dhe në vargun 12 lexojmë: Luma e njeri që duron tundimet, sepse pasi të ketë kaluar sprovën, do të marrë kurorën e jetës, të cilën Perëndia u premtoi atyre që e duan. Momentet e sprovës dhe të dhimbjes janë një mundësi art që t'i afrohemi më shumë Perëndis. Sa më përvolues zjarri rreth nesh,
aq më shumë nevojë kemi për prezencën e tij që nuk zhgënjen asnjëherë. Dhimbja mund të jetë e madhe, por asnjëherë mos harro se ky proces po të përgatit për përjetësinë. Çdo hap që hedh me besim, çdo lutje e bërë me sy plot, çdo moment që ti zgjedh të qëndrosh kur do të ishte shumë më e lehtë të largoheshe, nuk kalon lehtas përpara Perëndisë. Perëndia i shikon të gjitha. Miku im, pavarësisht nga sprova që po kalon, ec në besnikëri ndaj Perëndisë. Mos u dorëzo, mos e lejo dyshimin të të vjedh shpresën, mos zgjidh rrugën e lehtë, mos luaj kishash. Perëndia nuk vihet dot në lojë, sepse atë që do të mbjellë secili nga ne, atë edhe do ta korrë. Deri në takimin tonë të ardhshëm, lutem që të gjithë të zgjedhin të jemi besnik ndaj atij që na gjeti i pari.